Kapitulli, mos ja fal perëndimet atyre që zhduken para agimit. Disa njerëz duhen shijuar nga larg, jo nga afër. Ka momente në jetë që janë magjike. Një perëndim që e ndal kohën. Një bisedë që të ndes shpirtin. Një ndjenjë që duket sikur është përjetësi. Dhe në këto momente, zemra jon kërkon praninë e dikujt. Të dikujt që qëndron. Të dikujt që mbetet edhe kur drita shuhet. Por jo të gjithë janë ndërtuar për të qëndruar. Disa janë të bukur vetëm për çastin. Disa shfaqen kur është ngrohtë, por zhduken sapo ftohet. Disa njerëz janë si vizitor në një stinë që sua përket, dhe sado që ti mbash pranë, ata do të largohen sapo të zbardhë drita. Ti ulet buzë perëndimit duke menduar se po ndan një moment të shenjtë. Por personi përballë është aty vetëm për pamjen, jo për thellësinë. Nuk është aty për ty, është aty për ndjesinë që jep ti dhe sapo ndjenja shuhet, ashtu zhduket edhe ai. Dhe ti, që jep gjithçka pa kursim, mbetesh duke menduar pse. Pse s'mjaftoi? Pse iku? Pse nuk e pa çfarë kishte përballë? Por ndoshta pyetja s'duhet të jetë pse iku, por pse qëndroi aq gjatë? Dhe pse ja dhe ti një vend kaq të rëndësishëm në një skenë që e kishte përballë vetëm përkohësisht? Mos I dhuro perëndimet e tua dikujt që nuk do të jetë aty kur të vijë agimi. Sepse vlerën e një momenti nuk e përcakton bukuria e tij, por me kë e ndan. Ti meriton dikë që nuk ka frikë nga e nesërmja. Dikë që nuk fshihet pas nates, por që zgjohet me ty në dritë. Dikë që nuk ikën kur bëhet reale. Por që mbetet në perëndim, në errësirë dhe në lindje. Jeta është e bukur kur e ndan me dikë që nuk ka frikë nga vazhdimësia. Mos e shpërdoro me ata që janë aty vetëm për një pamje në Instagram. Fundi kapitullit. Mos u mjafto me ata që të duan vetëm për perëndimin. Sepse ti je një univers I tërë dhe nuk ke lindur për të shijuar vetëm në dritën e fundit të ditës. Ti je një agim për dikë që do të zgjohet për ty çdo ditë.